3 mënyra për të ulur kolesterolin deri në 40%. Shkaktarët e kolesterolit janë të shumtë e të ndryshëm. Këtu përfshihet ushqyerja e keqe, mungesa aktivitetit fizik, por edhe stresi. Kur kolesteroli është i lartë, por niveli i triglicerideve është normal, atëherë stresi është përgjegjës për këtë situatë. Kur niveli i triglicerideve dhe i kolesterolit janë të lartë, atëherë foj i takon sheqenave dhe tiroides. Nëse kolesteroli është i lartë për shkak të stresit, medikamentet kundër kolesterolit nuk janë efikase dhe sekreti në këtë rast qëndron tek ushqyerja. Sipas ekspertëve, niveli i shëndetshëm i kolesterolit është si më poshtë. Kolesteroli i plotë duhet të jetë më pak se 200 mg/dl, pra 200 mg për 1 decilitër gjaku. Kolesteroli LDL duhet të jetë më pak se 100. Kolesteroli LDL duhet të jetë 40 mg për decilitër gjaku ose pak më i lartë. Ekspertët thonë se kufizimi i sheqerit, por edhe përfshirja e 3 ushqimeve të caktuara në regjimin tuaj të përditshëm mund të ulë kolesterolin deri në 40%. Një gjysmë mollë e kuqe në ditë. Molla e kuqe ofron antioksidantët më të mirë. Ajo është gjithashtu e pasur me fiber, flavonoid dhe ushqyes të tjerë. Frutat në përgjithësi kanë një ndikim të fortë tek njerëzit që vuajnë nga niveli i lartë i triglicerideve dhe shkaktojnë dhiamosje të mëlçisë. Për këtë shkak, ekspertët rekomandojnë që të konsumoni vetëm një gjysmë molle të kuqe në ditë kundër kolesterolit. 3 qerek filxhani me copa panxari. Fibra tek panxari është e domosdoshme për mbajtjen nën kontroll të kolesterolit dhe shëndetit të zemrës, pavarësisht nivelit të triglicerideve. Panxari përmban shumë fiber dhe ushqyes të rëndësishëm që ndihmojnë zemrën, mëlçinë dhe trurin. Një karrotë mesatare. Karrotat janë të shkëlqyera për zemrën dhe për sistemin e tretës. Ato janë të pasura me fiber, beta-karotën, antioksidant, vitamina dhe minerale. Karrota e përmasave mesatare përputhet më së miri me gjysmën e mollës dhe copat e panxarit, duke ofruar kurën ideale me 3 përbërës kundër kolesterolit të lartë. Lexoj Hysni Valiu.